Një operacion i gjerë i zhvilluar nga Prokuroria e Lezhës ka çuar në lëshimin e 9 urdhër arresteve për çështjen e tjetërsimit të pronave dhe ndërtimet pa leje në këtë qytet. Hetimet të cilët janë drejtuar nga prokuroria Iva Harka kanë nxjerrë në pa një skem të gjerë abuzimi me prona dhe ndërtime të palishme, duke përfshirë ish zyrtar të kadastrës, IKMT-s, si dhe efektiv të policisë. Në kuadër të këtij hetimi janë ekzekutuar të gjithë masat e sigurisë të caktuara nga gjykata, ndërsa 9 personat janë vënë në akuzë për shpërdorim detyre dhe ndërtim pa leje. Sipas informacione nga burime zyrtare, mësohet se hetimet lidhen me ndërtimet pa leje në zonën e Ranës së Hedhur, ku dyshohet se janë tjetërsuar pronat dhe pas ndërtimit të paligjshëm, ata janë legalizuar në mënyrë të parregullt. Mes personave të ndaluar janë ish drejtues të kadastrës së Lezhës dhe IKMT-s, si dhe disa zyrtarë të tjerë të administratës publike. Kjo përfshirë shtetasit Gentian Malotaj, ish drejtori i kadastrës, Artur Shabaku, ish shefi i sektorit të legalizimeve dhe zyrtarët e kadastrës Admir Maxhuni, Luiza Bala dhe Hekur Hanxhina. Për disa nga të akuzuarit janë caktuar masa të ndryshme sigurie. Pjetër Tuci, i dyshuar i kryesor për përfitimin e pronës së tjetërsuar, ka marrë masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa 5 të tjerë janë vendosur në arrest shtëpie. Po ashtu 2 ish drejtuesit e IKMT-s, Flor Gjini dhe Kol Malaj, janë ndaluar të dalin jashtë territorit të Shqipërisë. Një tjetër i përfshirë është edhe Martin Doka, polici i zonës së Shëngjinit, i cili është pezulluar nga detyra dhe i është ndaluar gjithashtu dalja jashtë vendit. Disa nga personat e përfshirë në këtë hetim janë të lidhur me çështje të tjera të pastra kriminale. Gentian Malotaj dhe Artur Shabaku figurojnë në një tjetër dosje të prokurorisë, ku akuzohen për legalizimin e një pallati pa leje në zonën e Kunës në Shëngjin. Për këtë arsye, ata janë dërguar për gjykim me 5 prill të vitit të kaluar bashkë me 2 punonjës të tjerë të kadastrës. Malotaj është pezulluar nga detyra si drejtori i kadastrës, ndërsa Shabaku si drejtuesi i sektorit të legalizimeve. Nga ana tjetër, emri i Flor Gjinit, ish drejtori i IKMT, është përfshirë në një tjetër hetim që lidhet me një pronë të baronit të drogës Gëzim Çelës. Gjini u arrestua në prill të vitit 2024 me akuzën për shpërdorim detyre, pasi lejoi ndërtimin pa leje të kompleksit Royal Blue në pronësi të Çelës. Hetuesit vijojnë punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë, materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme lidhur me vepra penale të shpërdorimit të detyrës, ndërtime pa leje dhe tjetërsim të pronave.